Allahu na ka dhënë liri, gjithë secilit prej nesh e kemi lirinë e zgjedhjes, po gjithë secili prej nesh në përfundim finish do të ketë përgjegjësitë e përzgjedhjes së tij. Do thonë. Prandaj divergjencat fetare, divergjencat kombëtare, gjuhësore, qofshin edhe të ngjyrave, to nuk janë të rastësishme. Janë me caktimin e të madh të Xhella Shanhu, edhe kanë një arsye të fortë të cilën e ka shpjeguar Kurani, i cili thotë ju kam kriju edhe grupe, edhe familje, edhe kabile, edhe popull, për atë cilën arsye, që të njiheni mes vete, që ta njihni njëri tjetrin. Prandaj, jo që të urreheni, jo që të përqaheni, jo që të armiqësoheni, jo, që ta njihni njëri tjetrin, edhe kur e njohim njëri tjetrin, sigurisht se do të jemi më afër njëri tjetrit. Prandaj, edhe çështja e divergjencave fetare është liria e plotë cilën Zoti Xhella Shanhu na ka dhënë të përzgjedhjes, prandaj nuk është detyrë ose mund të them do të ishte e ulët diçka që na ka lënë Zoti të lirë në me imponu tjetrit. Prandaj edhe Zoti Xhella Shanhu në Kur'an thotë nuk ka dhunë ose nuk imponohet besimi. Allahu Xhella Shanhu e ka bërë qartë udhëzimin, le ta zgjedh ai i cili dëshiron.